Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në këtë të mërkur të bukur në emisionin të ndërkombëtarizuar Fake Off, që drejtohet të mërkurave ju e dini, pas e ditë e javës është një emision i thjesht. Mirëmbrëma. 9 prill 2025. Tash i vazhdo. Dish një imagjinë. Pa thua edhe në fjallë anglisht, thua e se je dhe Amerikan. Good evening. Welcome in... Vazhdo t'je do me ollësi, vazhdo. Kjo ishte dialektikore që the? E di pse kjo anglisht e Gjefri se doja të ndaje me ty. Që ndash me mua? Qa do të di shumë gjutuaja? Se unë, qka anglisht, italisht zero, greqisht, mirë. Gjuhë uaj është fobi. Qartë? Obi. Obi? Obi për disa. Qartë? Obi, me thonë hobi. Të mëson gjuhë. Obi apo hobi, ndaje? Ore ke njëri me të... Ore, hobi apo obi? Hobi. Dhe qoftë se të kujtojt një thenje plakave që moti... Jo, së më kujtojt. Në një vajzë që... Kanë qenë plaka nga kolonja ato, s'kanë qenë atë pelena. Po në një vajzë që ishte kandidate për të fejuar ose për të martuar dhe dinte gjuhë uaj, bravo të keqe nena, se gjuhë uaj është paj, i thoshtin. Qa thua? Merta jo fustan, brekën atyre, qonë për me buri. Edhe kjo quaj paj, gjuhë uaj. E Sonila kur martua me kishe italishten me vete, po si a quajtën tek shtëpia. Sonila, mos nuk e ke ditur me gramatikë. është tamam, ha? O Sali Berisha, Gjefri. Qarë Sali Berisha, më se me engre? 5 gjutuaja. Si 5? Qatë të folure. 5 vërshletër. Dhe nuk e thua tja si gurgullima atyre... Që të zëgjumë. Gurgullima ujt në për gur. Në vjen nga fjalla gurgullim, gur. Gurgullim. Që thoshin, po kaloj 50 gur pijet. Se unë kam dëgjuar dhe Edi Ramën, po ka të fletë. Nuk ditë të dasi, anglisht e Ramës le për dëshiruar, jo më frëngjishtja pasaj cop, jo më pasaj italishja s'këtër fare, nuk flet mirë Rama. Qërën si ka bolë që ti... Doktori anglisht, italisht, frëngjisht, rusisht, greqisht, Esperanto. Edhe Esperantos. Po, e dëgjove në Bruxelles. Nuk e meri vesh që shqiptar, apo qa përkthysi? Me përkthysi o folis. Qa përkthysi mo? Qartë po, si petë të tërë me kufje kështë. Ata? O, Gjefri, anglisht më pasër fare. Dëgjoj. Aj, doktor, të rgoja We gjurë. have these elections. Your observation is very important. Now I talked something, but media are 80%, more than 80% controlled by the government. At the end, identical to Habibullah of Kabul. He blocked the TikTok. And he installed now some devices to control internet also. This is true. Yep. Yo, no. Because... I love you. E pesa bukur. Qarë bukur të shit. Qa, se kërason ti të folur me Diramëna? Të rim shtrembër, të rim drejt. Gjefri, po italishten atyre kur që të konë në Berlusconin. Italisht. Qishte moratoriume, italishten e ngordha, e qanë. Shikoj sa bukur, se dallon fare që është shqiptar është italian, thua. Gli albanesi hanno del primo ministro Silvio Berlusconi un preziosissimo amico. Questo è un grande giornata. E kuptona, grande giornale, il calcio d'angolo, il colpo di testa. Tani o Gjefri, pse me gjelozë? Ora, tjetë ku e ka mirë, atë e ka mirë. Jo më pasaj që të dyja në frëngjisht folës, që Rama ka... Frankofon quen. Në rregull, frankofon, po Rama ka parë atë ku flinte në Ura, atë ka parë në Franca. Qarë? Dhe ke parë si sa ke që fletë frëngjishtena. Arë këmë rëkëllë që fletë top që e kënë të top frëngjishtet dhe bukur të doktori, edhe ka edhe me akcent. Dëgjo, si nga Lioni flet frëngjishte. Nga Lioni, shikoj. Cher Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, tout d'abord, je voudrais remercier de cœur pour cet accueil si chaleureux qu'il nous a réservé. Je voudrais aussi présenter devant vous
le cas de mon pays, dans lequel les principes qu'on nous condivisent se sont démontrés vraiment des principes Të pëlqeu. Ma biti dhe të njëri. Ili shikërkër, ma shikëzë. Kërkësh, mirë qej. Po greqisht o Gjefri. Ma mjata që mos u beqesh araku. Bukur atje greqishtja, gjo e bukur. Faleminderit ne. Kur ajo efkarista. Signami. Kusa agapao akomi. Shkoj edhe kur e thot doktori. Urdhro. Vros Pellaqe Pisejani, Paragjen Mapavjinjan e Aristopoli. Jep edhe njerë Mondi. Jep edhe njerë Mondi. Se unë Vros dezu. Pellaqe Pisejani, Paragjen Mapavjinjan e Aristopoli. Qfarë do më? Ha? E mo gjelos dreqi, ha? Jo, Gjelos. mos në regull, ata pëlqen ty. Në regull. E daksi e Mondi. Publicite. Efkaristo. Publicicja. Lul Basha të kërkoj ndjes. Publikisht. Nga Fikov. Unë e dija që e nga Elbasani, ti e di Bran. Se dija. Po si ose di. Edhe në kryetari partisë Euro-Atlantikët Demokrat Perëndimor Botëror, që jam unë, Po. e nuk e dija, është nga Dibra, i gatuan ju Fkato Gjefri, qatë të lëpish e qatë të hash. Si unë tranan, të rëmë thënë Tranan e qaj. qanë, ti edhe me piperi në fillim, pasaj edhe tranan. Jo, mirë, po, shikoj ju Fkato, shikoj ju Fkat. E na trego gatimin tënë. E qka dhe me na përgatitët? Sot do bëj diçka që është pa diskutim teatr. Dibranit i thonë jufka, italianit i thonë pasta. Okej, hajde do me zis për pret Po. me po. Mirë se ka ardhe një herë. Mirë se gjeta. Ndoft mirë. Shumë faleminderit. E pash që i shumë detajës edhe përgati kështu me shumë dashni, pojmë na. A ja ke marrë zemrën kështu bashkëshortës? Për fat keq kam mësu me gatu pasi e kam taku bashkëshortën. Por besoj që gatimi ka qenë një nga sekretet me e mbajt afër. Ema, të lëpi e gishtet. Ato, Ha? televizori pash dhe ma beri kështu. Edhe nuk jo nda. Ke parë që është nervoz Rama këto kohë. Se mendon se do vazhdon të kjo beteja kështu duke në nënqeshte Rama. Orame. Po nda kjo, orame. Orame, shikoj. Pas një personi, shoqëria është pasqyra e tij. Zgjidhe shokun më të mirë se veten. Dhe kjo është thira tjetër. O Rame, zgjidhe shokun më të mirë se veten. E ka thonë populli prej kohësh. Si është kjo punë? Gjithë shokët në burg. Ke bërë zgjedhjen gabuar Rame. Po nëse nuk do ishit kundërshtar, mendon që ti do ishe shoku i duhur për Ramën? Nuk jemi njëta grup mosh. Njofun shumë njerëz që kanë qenë shok me Edi Ramën, që po të kishte net me ata shok më të mirë se vetën, si thot populli, ndoshta do i kishte punët më mirë, pastaj unë jam shumë i lumtur me shoqërinë time Genta. Po mirë të pyeti për kështu Luli. Ai ja thot cop, lëri ata shok më zërmua. Kjo është dorashje hedhur për miqësi shoqëri. Ja thema mos e Po nuk e thuaj tani mos na mërzite. Mbase se ka kuptuar. Po, edhe kur ishte që ky e ke parë që ka kaluar kotat e Berishës. Është i pari në renditje, në ndjekje në Facebook, në Instagram, në këto. E më çka ke ti? Vetëm të mërkurave të zën këto dallgë aty. Pse më zën të mërkurave? Po çik të budalli. Po kështu, edhe mos ta mërzit kot fare tani më tregon. Yro, shikoj. Shikoj ti, e pesi i tha ti. O Rame do shkoj për fiqe. Sa bukur, fermer, jo. O Rame, ik, o Rame, ik. Divjak, Rame. Po, me Shivi tokat e divjakës, Rame. Urdhra. Vetëm me djersën e fermerëve si adashi im tu, si Lul Noreci. gënjen, Rame, gënjen, nuk ke silenciuar. Ke silenciuar veç servilat, jo ne, fermerët e mëdhenj. Si janë veç unë fermeri mandë vjak, o Rame. Po 11 maj do të tërgoj populli ku do veç, o Rame.
Rame. Dëgjoj tani. Ku I ke shokët, Rame? Ardha. Te veni. Ram. Lekët, on gjepat e shokëve tu, on bereqet për fermerët, të dyja shkojnë, Rame? Nuk I ka besnjeriu atë ka dash me O lekë. shokët e tu ke 77-313, atje e kanë vendin, dhe lekët do I kthejmë të fermerët shqiptarë. O Rame, do ikës për fiq. Do marrë kandarin, shkosh të rjonë me lirë, me shkosh fiq. Sa të forte, marë, fantastike. Qeshu. Që se përgjeva. Mundi. Vuri me shpatla pas fikut. Skall. Qa? Be, mundi të shkrim. Bëj publicitet. Mundi bëj publicitet, se të mërkurave... Ska problem. Po Kina po çmend dynjan, ore. Ka ko, ajo... Lere, ligj, qeveria kineze. Nëse qoftë se je I mërzitur, nuk e pse shkon në punë. Të paguet? Ore, të paguet, se I mërzitur, o ke arsye. Mondi, për shumë, thot nuk vim punë, ja lezoj. Kina ka deklaruar se edhe të qenurit I mërzitur, do të merret si arsye fort për të munguar në punë. E mërzitur, Mondi, për shumë. Ja, që rina njërë shukë. Ik shpi, thua ti. Mondi. Ik shpi. Të kam bërzeni a dyerë. Edhe, dërgova Sonin, non. Shko si reagojnë shqiptarët. Se është që çuditshme kjo. Se dhe po u mërzitën, do vetë pushim. Shikoj. Në Kinë, nëse je I mërzitur nuk shkon punë. A duhet aplikuar dhe këtu një gjë tillë? Nuk merre me pallavra, unë me bejtja, me logjera. Unë dua zbatim ligjeve këtu. Nuk e di as për të habitur apo jo, po në Kinë, nëse je I mërzitur, nuk e pse shkon punë. A duhet aplikuar dhe këtu një gjë tillë? Tani, kjo është fshat e zanat e shtëpi e tabiat. E mira është kur je I mërzitur dhe mund të shkaktosh ndonjë aksident, ndonjë sen, ndonjë çfarë streson të tjerët. Po kushtet e detyrojnë do vesh në punë. Për shembull, nëse ti je I mërzitur, s'ke pse shkon punë. Ama rrogën e merr, ë? A rrogën apo të... Po kjo pra është. Dikur thonë Debel Stambolli. Debel Stambolli. Edhe po shtun shumë Dembela. Arriti puna, tha ti bëj prapë kush është Dembel me gjithmonë, si ta pagoj. E në I buftakën asaj shtëpisë të rrë. Filun të dalë ata si ishin shkath, por gjerën 3 veta. Njëri tha, ma largo pak zjarin, tha se jem të djeg. I tha di tjeri. Tha unë se 2 për vetë, tha për vendin, I mbajtën të 3. Po, këto janë zi Dembela të një. Në Kinë, nëse je I mërzitur, nuk shkon punë. Në Kinë, a duhet aplikuar? Ta bëjmë dhe ne këtu, ta bëjmë dhe ne. Po mërzitur jam, nëse ditë për ditë. Prandaj ditë për ditë mërzitur jemi. I bi që mos punosh fare. Çfarë do të hash? Në Kinë nuk lejohet të shkosh në punë nëse je e mërzitur. A duhet aplikuar dhe këtu një gjë tillë? Në Shqipëri? Inshallah. Inshallah, do zoti. Në Kinë, nëse je i mërzitur nuk lejohet të shkosh në punë. Të duket ide e mirë? Nuk e di. Ta bëjmë dhe këtu të neve? Këtë gjë nuk e di unë. Këtu ke ne duhet me punu shumë, me mobilizu ushtri, me mobilizu këta çunatëri, me bëu ushtri të me bëu ushtri në vlla, nuk e shef di që është bota është në luftë. Edhe nata po thirrje, merr një armatime, merr një këtë organizoni ushtrinë. Si të duket si ide? Në Kinë, nëse je i mërzitur, nuk lejohet të shkosh në punë. Interesante. Interesante shumë, po nuk e di, ndoshta Kina ka shumë fuqi punëtore dhe nuk I përballon dot fluksit, po e mirë do ishte të bota edhe këtu. Të bota pushim, po pra. Se shqiptarët gjithkohës nuk ndjen mirë, a kupton? Mos më shkua si herë. Po pra, ishte gjë e mirë, domethënë lek qyn kush nuk e do. Jo, pa I thot, po nëse je I mërzitur s'ke pse shkon punë. Ndërkohë rroga merret. Po si do e marrë rroga pa punë? Po Kinë shu është ata. Kinë, po. Mirë atëre. Atëre, ku të ashu aplikojmë? Ku të aplikojmë? E kuptove? Ike la punën gjithë. O Mondi, ku shkon ma? Mërzit edhe kjo hiku, e la punën. Iko, ma. Jo, byllë emisionin, ore. Byllë njerë, ore. Tuet është gjithë shka kështu, sot një ndeshje, është në Vision Plus, Champions Ligën. Këtë me pasa hikë, Mondi, mërzitu. Nga goni dhe Gjefri, një miru pafshim. Natë në mirë, ore. Natë në mirë. Natë në mirë. Hajde. Hajde.